dënim me burgim përjetshëm. Nuk ka tjetër, gjykatë nderuar. Ju përshini rrethanat që kanë ndodhë edhe në gjykatë. Afrim Bunjaku, unë si përfaqësues i familjes tij, po vazhdon me u vra familja tij, me faktin që nuk është fare, askush nuk është pendu, madje as nuk janë distancu prej krimit. Unë e kisha kuptu një situatë, me thonë unë nuk kom marrë pjesë, se ka drejt me deklaruja akuzumit çka dënë, po më vjen keq për vdekjen e policit, më vjen keq për vdekjen e familjes tij, po nuk ka keqardhje. Nuk ka keqardhje, as nuk ka në farë kritike e sulmit që është bërë jo vetëm ndaj policit, Afrim Bunjaki po është bërë ndaj gjithë neve këto. Qëllimi ka qenë shkputja një teritorit Kosovës, e në atë pjesë teritorit Kosovës e mi gjithë ne. Kosova është shtet i pavarur, nuk ka me mujt mu shkput asë një pjesë e Kosovës. Dhe këto duhet me ditë gjithë këta. Provat janë qarta, ju e keni pa që në Viber keni një moment ku thot, ja filloj lufta, nuk qenë kaloj kjo punë. Dhe thot, gjitha këto i kanë bo me vedije.